Përshëndetje, neve po e nisim videon këtu, sepse sot do ikim tek panajiri I librit. Dhe kemi një listë të gjatë për të marrë, për të blerë, do ta nxjerrim familjen çik difiçit apo jo Arturi. Dhe jemi kaq të lumtur, shumë entuziast. Siç po thoshim, jemi shumë entuziazmuar apo jo Arturi? Dhe bëhemi gati. O ma I ke të zgjidhur. Jo, kam shumë mirë. Arturi është fiksuar te Lilse dhe më thonë ti ke të zgjidhura Lilse. Jo, I lidha unë për të parë për vetë. Për të parë. Ka dhe mamaja dhe po ikim. Para. Tani duat ma tregosh çka ke bler këtu në këtë kuti kaq të madhe. Ç'a është kjo? Aleksi na ka kthyer në fëmijëri, tani kërkojmë lodra. Ç'a morëm Turi? Na I shpjego çik te kjo kutia? Do të thënë morëm një portë po të madhe, çik si shumë, dhe pse në kuti s'duket. Që Arturi të luajë me Aleksin. Sepse Aleksi është një portier apo jo Turi? Atëherë neve erdhëm nga panajiri dhe dolëm prapë për të blerë një dy blerje të tjera. Por librat e panajirit unë do t'i tregoj pak më vonë, si fillim do t'i tregoj diçka. Morëm këtë kompletin e thjesht të godave.
goca për ujë. Morëm këtë pakën me çokoladata. Arturi thot shpejt mbaro se nuk po duroj dot. Morëm këtë setin me këto filxhanët. Kaq të bukur që janë për kafe dhe tani do ju tregoj, ne menduam se Arturi do rritej dhe nuk do merrte më lodra, por që Aleksi na i riktheu të gjithë dhe kemi marrë diçka që do ja tregoj tani. Ha, Arturi, çka ke marrë? Kam marrë i port. Baule çikse. Ja dhe Aleksi. Ua, çes mon biri. Babi do na i montosh pak? Jo të futesh ti blender. Gjithmonë Aleksi përdorte, ose Arturi me pak fjalë, përdorte kuti që ja vëm aty dhe Aleksi e bënte si port. Dhe shiko si na i ka bërë shpinë, se ha kutin. Dhe ne menduam të marrim një port të vërtet. Babi duhet ta montoj. Shiko dhe Aleksi. O Alex, na i ke mbush shpinë tër topa, tër lodra. Po. E si në qëndroj kështu? Ty pas ka dhe tapa. Aleksi u fut brenda te kutia. Lajtë ti Alex Rapa. Nona ti. Me i tapat e meqë. Sa dojnë, dhe Na, i tapat. Ja dhe Aleksi te kutia. Alex, për ty është kjo porta. Mos ma prek, thot Aleksi, se është e imja. Të janë dyrezirë. Des kujdesesh Aleksi. E vut mirë. Mirë ka vën babi, po është ka krau babi. Jo, është këtu, i bie dhe po. Ja, prit. Hape ta. Shikoni te kutia si është. Po pra jo, kështu është. Jo, te kutia nuk është ashtu, kjo është mbrapa. Jo, mas se Aleksi direkt e dallovi gjën e vet dhe po kërkon ta preki. Lëshoj jeni, thot, është e imja. Ej. Siç po ja thosha, Aleksi përdorte ato kuti në vend të portës dhe ne i morëm këtë. Babi po i shtrëngon këto. Që po futet? Ashtu, shu sa mirë bëre babë tani? Prit ta rregulloj babë. Baba, po dhe që janë të që të rritë drejta. mushet me ujë.
Po, E kupton, ai më e kupton. Alex, je gati të presësh topat tani? ku ka topin e vet? Je gati? Sa i paparësh. Alexi, gati? Sa i shef. E ka bëndit. Gati, Alexi? Do mbushëm me kishte babi. Po pra. Do mbushëm me ujë sa e bën shumë. Gati, Alexi, të presi topat. Zot. Lex. Shërë i dhe terit. Po pra, se nuk është mësuar akoma me këtë. Sa të mësohet që. T'i gëzoni quna. Bëfshit sa më shumë gola. A ta mbushin që në ujnë të shë? Ardhur këtu. Te Tezja dhe Polozi. Tezja ka një super obor. Ka dhe mace këtu. Është obor për të luajtur turje, për të knaq. Na mbajt sa pa lexuar turje? S'ka rëndësi. Ha, është pak topi shfrymë, zina i gjeti Tezja këtë topi që të luajmë. E treta e vërteta. Provoj njërë të e katra me që jemi 4 veta. E pista. E pesta. Arturi do provoj edhe 6-ën të vërtetën dhe pastaj do luaj me mamin. Babi po punon dhe ne po presim babi. Dhe Arturit thot pse u vënua babi. Dhe po e presim këtu. Dhe mami do luaj. Si për herë. Do luajmë. Hajde. Tezja pas ka dhe shegë këtu. Sa të mira. Është dhe rushi. Ta tregojmë çik rushin. To my dog, welcome to who booked it. Booked it, but not yet.
Atëherë, siç e pat në fillim të videos, neve vajtëm te Panajiri, që mezi e presim, dhe unë do bëj një përmbledhje të shkurtër se çfarë librash neve kemi marrë. Dhe sepse e di shumë mirë veten time që do t'i haroj dhe nuk do ta bëj këtë video. Këtë vit neve bëm një bomb blerjesh, edhe pse bëm një bomb blerjesh unë prapë mbeta e pakënaqur sepse nuk kam të ngopur. Dhe kemi bërë vërtet blerje shumë të mëdha. Se kemi darë me qese se çfarë morëm. Si fillim morëm nga botimet Living dhe morëm, unë te botimet Living nuk vajta absolutisht që të merja libra, thjesht isha e bindur se çfarë do merja, nuk pash fare dhe mora Gjuetarin e balonave. Është autori im i preferuar, i 1000 dia dhe Zullus, dhe s'mund të merr lia pa marr Gjuetarin e balonave. Dhe është i preferuari im. Këtu tani, këtë e morëm tek botimet shqiptare, por që e kam futur këtu. Dhe se çfarë morëm nga dituria pa diskutim, unë kam lexuar sagën e 7 motrave dhe mund të them se Lucinda u kthye dhe ajo në autorin time të preferuar dhe mora kopshtin e takimeve të fsheta. Mora këtë, mora dhe për Arturin, autobusi i dritërimave, një libër horror. Arturi tha, unë dua libër horror te botimet dituria dhe mori këtë. Nuk e di, më intrigon dhe mua dhe padyshim që edhe unë do ta lexoj. Këtu. Se çfarë morëm? Është plot. Kemi marrë nga botimet dritan 50 jetë e grejt dhe mora vetëm duke qenë se unë e kam parë filmin, më ka pëlqyer. Mora vetëm të parin, duke ditur, nuk e di do më pëlqej apo jo, në mos të marrë vëllimet e tjera. Morëm 50 jetë e grejt. Kemi marrë, duke qenë se Arturi po bën një koleksion të librave klasik, kemi marrë Princi i Lumtur dhe përradhat e tjera, po ashtu Arturi mori dhe librin Nils, nuk e di se çfarë ishte, që ishte libri më voluminoz nga gjithë, por që e mori dhe e la në shkollë që ta lexoj atje. Morëm këto dyja. Tani, se çfarë morëm tani? Morëm Ronaldua, ai është një super yll dhe mori Arturi. Këto janë librat e mamit tani. Këto janë të gjitha nga shtëpia botuese shqiptare. Hajduten e librave. Kam parë një review shumë mirë për këtë dhe e mora padyshim. Kemi marrë po ashtu nga njëjta shtëpi botuese, i dashuri. Këtë libër e kam kërkuar, ka qenë gjithmonë i pari në listën time, por asnjëherë nuk e kam gjetur. Dashuria ndaluar. Të gjithë ta keni parë atë telenovelën midis Biterit dhe Belulit dhe padyshim duhesh edhe libri. Sepse unë jam me idenë që librat gjithmonë janë më të bukura se filmat. Tjetër. Fati është në yje. Ja, t'ja të regoj nga afër. Morëm edhe këta. Tjetër. Princesha. Pa diskutim, saga e princeshave që unë 100% pa e lexuar fare, e di shumë që do jetë i preferuari im, ndër të preferuarat e mi. Kam parë shumë të bukura, plus më pëlqen shumë, intrigohem nga kulturat arabe dhe padyshim e mora Princeshat. Dhe tjetri, përshpërimat e tua, pa ashtu nga shtëpia botuese shqiptare. Këto janë 12 libra që unë mora. Kam marrë dhe disa libra të tjera që motra mi zjodhi për dhurat për vit të ri, po normale janë dhurat dhe unë akoma nuk i kam marrë. Këto janë libra që unë mora. Lexoni sa më shumë, sepse leximi më beso do t'ju japi një horizont tjetër.
Unë kam lexuar sagën e 7 motra dhe më besoni, më duket sikur kam udhëtuar në gjithë botën. Dhe jam shumë e lumtur që i mora, janë 12 libra që unë, jo, 13 bashkë me atë që Arturi ka marrë në klasë, dhe jam shumë e lumtur. Këto ishin librat që unë mora, ju uroj një fundjavë sa më të bukur, sepse ky vlog do publikohet në fundjavë dhe ju puth fort. Shihemi në videon e radhës. Bye bye!